Pse droga? Pse narkoja? Shumë thjesht. Zhvlerësimi i euros me 30-35% ka falimentuar me mira nërmarrje eksporti. Falimentimi nërmarrjeve të eksportit ka shkatruar 10 mira vende pune, por ka shkatruar dhe prodhim. Dhe prodhimi në pikjat, prodhimi industrial është në recesion, është me minus. Është me minus. Prodhimi industrial. Prandaj dhe taksat nuk vinë se është rritur prodhimi. Taksat nuk rriten se është rritur prodhimi, po taksat rriten se rriten çmimet dhe grabiten xhepat e qytetarëve. Kjo është e qartë si kristali. Grabiten xhepat e qytetarëve. Prodhimi bujqësor bie, çmimet rriten. Shqipëria me rregullat e Ballkanit hapur që ka instaluar vasali Argati Vučićit. Të gjithë përpunosit kanë levërdi të marrin dhe me sistemin e TVSH-s asimetrik. Kanë levërdi të marrin prodhimet serbe, importi thonë, po serbe dhe jo serbe, dhe jo prodhimet e vendit. Prandaj bie prodhimi vendas. Pra, në qoftë se ka një gjë që po shkatron me shpejtësi si një smundje pa shëruar për këtë vend, është narkoshteti, narkosi. Çka sjell euro? Rrëzimi i euros. Ju lutem merrni statistikat. Vetëm të Institutit Statistikave, jo të tjera. Dhe do gjeni se nga viti 2023 në vitin 2024, rënje drastike të kontributit të akomodimeve, të sistemit dhe shërbimeve. Rënje drastike. Tani kjo lidhet edhe me largimin masiv të shqiptarëve. Se të jemi realist, turizmi bregut ka qenë turizmi Tiranës. Po. Kishte tuaje, kishte egzotika e tjerë, po ishte turizmi Tiranë. Tirana dynej në breg. Kjo është e vërteta. Dhe keni pasi ka qenë bregu, siç kanë treguar mediat. Por tani se si ishte bregu, e tregon një stati. Tjetër, shkatrim i pa imagjinueshëm i profesioneve të lira, largim masiv i tyre nga Shqipëria, kontributi i tyre nga 10-12% që ka qenë në rritje, në atë kohë kur nuk e kishin 23% taksën, por atë që kishin e pagunin, me shërbime dhe to, ka zbritur në 1%. Ka zbritur në 1%. Këtë e thot statistika, instituti. Pra, ky është efekti në shkatrimtar i narko-euros, i drogës në ekonominë shqiptare. Ndaj dhe
do të riparaqesim në parlament amandamentin për minimumin jetik, si amandamenti, si lëvizja e parë më e domosdoshme për mbështetje të qytetarëve shqiptar.